Rektori i Universitetit të Shkodrës, Luigjë Gurakuqi, Tonin Gjuraj, gjatë mbledhjes së Senatit Akademik, paraqiti panoramën financiare të institucionit për këtë vit, duke theksuar sfidat dhe nevojat emergjente për investime në infrastrukturë. Dhurata e Ministrisë së Arsimit për vitin 2026 ishte ulja e buxhetit për këtë universitet, i cili vuan nga jo pak problematika, ku një pjesë e madhe e godinave kanë nevojë emergjente për ndërhyrje. Këto fonde mbeten të pamjaftueshme përballë nevojave reale të universitetit, u shpreh rektori Gjuraj. Këtë vit granti mësimdhënies është më i vogël se sa viti i kaluar. Ne kemi marrë nga Ministria 615 milion lek si grant mësimdhënie, por duke patur parasysh që 88 milion janë bartur nga viti i kaluar, ne kemi diku rreth 703 milion për grantin e mësimdhënies, ku këtu hynë edhe bursat, pagat, sigurimet, shpenzimet të ndryshme operative dhe natyrisht mirëmbajtja. Edhe pse në zërin e mirëmbajtjes ne nga 14 milion vitin e kaluar, këtë vit mirëmbajtjen e kemi rritur në 20 milion, sepse siç e dini, ne kemi shumë nevoja për konstruksionin e godinave. Godinat janë, i pjesë e godinave janë të vjetruara, janë të zauruara, i përkasin ndoshta vitit 57. Natyrisht kemi në zërin e buxhetit investime për vitin 2026 në 80 milion. Dhe kur them investime prioritare, metet godina e Fakultetit Shkencave të Edukimit dhe sistemi i kaldajave të paktën në 3 godina të këtij universiteti që vijojnë të jenë problematike. Ne kemi rritur me 1 milion lek, pra të reja kuptohet, nga 7 vjet në 8 milion mbështeten për kërkimin shkencor. Është një buxhet, duhet të them hapur, që është i pamjaftueshëm. Megjithatë ne po vijojmë kontaktet, dialogun me Ministrinë e Arsimit, që për vetë specifiken që ka ky institucion, apo për faktin që një pjesë e godinave janë të ezaruara, ne kemi kërkuar mbështetje shtesë financiare nga Ministria e Arsimit. Gjuraj ripërsëriti thirrjen drejtuar klasës politike, deputetëve të Shkodrës dhe pushtetit vendor për të mbështetur idenë e ndërtimit të një kampusi universitar të ri. Nuk do të hezitoj ta përsëris disa herë nevojën që ky institucion të ketë një kampus të ri. Dhe përsëri bëj thirrje të gjithë faktorëve politik, Bashkisë së Shkodrës, Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë shqiptare pra që të na mbështesë në këtë iniciativë. E kam shtruar në mënyrë të përhershme dhe do vijoj ta bëj diçka të tillë. Në mënyrë alternative pastaj kemi kërkuar njërin prej godinave të cilat ende nuk po marrin një përgjigje, ose godinën e ish sanatoriumit apo godinën e ish spitalit neuropsikiatrik, sepse siç thash nevojat për infrastrukturë, për hapësirë janë shumë të mëdha për universitetin tonë. Ai u ndal edhe tek zhvillimet që priten në muajt në vijim për ligjin e ri të arsimit të lartë dhe diskutimet publike. Besoj brenda muajit mars do të nënshkruajmë këtu në Shkodër një marrëveshje zyrtare bashkëpunimit me Universitetin e Tiranës. Është mbështetja e promovimit akademik të stafit ton për grada dhe për tituj, sepse Universiteti i Tiranës e ka një mundësi të tillë për hir të vërtetës, dhe së dyti kemi biseduar paraprakisht me rektorin për mundësinë e bashkëullheqjes, pra që sa kohë ne ende kemi programe doktorale, po vetëm 2 programe të kufizuara dhe ende nuk kemi komisionin e promovimit të personelit akademik, ne do kërkojmë mbështetjen nga Universiteti i Tiranës nëpërmjet kësaj marrëveshje pra për elementin e bashkëullheqjes.